ka ndërtu rrugën për me pi cigare, për me pi kafe, për me rinia me pas një hapësinë luksoze. Pse nuk e ka ndërtu bibliotekën Hivzi Sylimani, ndërtimet e pa rregullta, pa leje, që janë në këtë gjendje, unë do të kërkoj edhe fajtorin. Me çfarë emergjence është ndërtuar kjo rrugë në sheshin Recep Luci? Çfarë emergjence ka qenë kjo kur fëmijët tanë ngulfaten me orë të tëra 5 ditë nga 5 orë dhe psojnë trauma psiqike, nuk hanë ushqim të rregullt. A shikoj këtu? Ka ndërtu rrugën për me pi cigare, për me pi kafe, për me rinia me pas një hapësinë luksoze. Pse nuk e ka ndërtu bibliotekën Hivzi Sylimani, që unë e përcjelli tash 7 vite. Rumbullak që 7 vite, sepse ka qenë dhe është një hapësinë shumë e mirë, të cilën e kemi shfrytzu dhe ka pas mjaftueshëm lexues. Tramvaj dhe trollebusa. Shikoni në çfarë gjendje është rrjeti i elektrik në gjithë Prishtinën, po jo vetëm në Prishtinë, po në mbar Kosovën. Do thotë kjo është një anomali. Unë definitivisht të gjitha ndërtimet e pa rregullta, pa leje, që janë në këtë gjendje, unë do të kërkoj edhe fajtorin, sepse nëse nuk ka sanksione për ndërtimet prej viti 2000 deri më sot, atëherë kështu do të vazhdon. Unë do të kërkoj sanksione.